Nuk janë të rralla titujt në median tonë dhe më gjerë për dhunën në familje. Janë fëmijët kryesisht ata që sillin dhunë në familje për shkak të pakënaqësive që munden me i pas me prindërit e tyre, apo thëndryshe për shkak të rebelimit të tyre. Mirë po, kjo pakënaqësi si po arrihet, kush janë faktorët, cilat arsye janë që djali ta godas babën apo nanën, të ushtrohet dhunë ndaj prindërve. Padyshim mungesa e edukatës në familje, mos edukimi i duhur i fëmijëve është edhe rebelimi i tyre, janë shkaktar kryesor të dhunës në familje. Për më ardhur drejt tek momenti që djali apo vajza me sulmu fizikisht nanën apo babën, padyshim që duhet me qenë në nivelin më të ulët të edukatës dhe mëshirës. Ky prind i cili sulmua fizikisht nga djali i tij është një nga prindrit më të mirë të mundshëm, i cili njihet për urtësinë dhe edukatën në raport me fëmijët dhe me të tjerët në përgjithësi. Ndonë se punoj shumë dhe ende punon për shkollimin e fëmijëve, për punën e tyre për të qenë ata sa më të lumtur, ai prapë bë shkak i sulmit fizik nga djali i tij, edhe atë për arsye banale. Djali i këtij babait, i cili u rebelua ndaj babës, ishte ai i cili kërkonte para çdo ditë. Para për të shpenzuar me shoqëri dhe për të kthyer në shtëpi deri në orët e vona të natës. Nuk mësonte, ishte i rebeluar edhe në shkollë, pastaj edhe në shtëpi sillej si komandant, duke rënduar e fyer shpesh prindrit, nanën dhe babën, madje edhe familjen në përgjithësi. Ani pse baba mundua gjithmonë ta ketë afër, të flasë botë, që të mirëkuptohej mes vete, djali asnjëherë nuk ishte ai që afrohej, përkundrazi ai largohej. Një ditë nga ditët, derisa djali kërkonte para për të dalër me shoqërinë e tij, e pastaj sigurisht që të vanohet dhe të vinë në orët e vona, babai i tij nuk i dha para. E këshilloi dhe kritikoi dhe e çortoi që të mos dalë në këto orë të vona, por të qëndrojë me ta në shtëpi sepse kanë dëshirë ta kenë afër dhe njëkohësisht të mësojë dhe të ketë kujdes me kënd shoqërohet. Kështu debati mes tyre vazhdoi për disa minuta, derisa djali e goditi babën e tij. Pas shumë fjalëve apo zënkave mes veti, djali nuk dëroi dhe e goditi babën me grush në fytyrë. Babai u rrëzua dhe filloi të çajë. Jo nga dhimbja fizike, edhe pse nuk mungonte, por nga dhimbja shpirtërore. Si është e mundur djali me godit babën? Babai u mërzit shumë dhe filloi të çajë. Por pas një kohe të shkurtër, babai nuk u ndi mirë dhe dërguan deri në spital për të marrë tretmanin apo shërbimin shëndetësor pasi kishte të lënduar shumë fytyrën. Pas disa orë qëndrimi u kthye në shtëpi. U kthye në shtëpi i mërzitur dhe i lënduar e i rrohur nga djali, gjë që ende nuk mund ta besonte. Ditë të vështira për prindët, ditë të vështira për familjet kosovare dhe më gjerë. Kujdes me fëmijët e juaj, edukoni sa më shumë, edukoni në frymën fetare sa më shumë. Një djalë fetar nuk ka mundësi me godit babën e as nanën. Kujdes o fëmijë me prindët e juaj. Mos guzoni t'ja ktheni fjalën nanës apo babës, e mos të flasni për me godit fizikisht. Keni frikë Zotin e Madhërisëm, keni frikë Zotin se një ditë edhe ju do të bëheni prindër. Prindrin respektoni dhe nderoni dhe asesi në asnjë formë dhe asnjë mënyrë ta lëndoni e ta godisni fizikisht.